Është i mirë ai njeri që në këtë gjerësi të madhe, e këtë gjerësi dyrëve xhenetit mos më gjet vend me hip në atë. Tash e dyta që na lidhet ardhet me agjerimin është Kurani. Nëse pejgamberi alisam i ka lidh këto në hadith, po edhe lidhjen e ty në gjojnë edhe në Kur'an, Për shembull në Kur'an e lexojna inna anzalnahu fi lejletil qadr, na kemi zbrit Kur'anin në natën e Kadrit, po në Ramazan. Ose shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, muaji Ramazanit është muaji që zbrit Kur'ani. Kështu që është një lloj lidhje që Allahu edhe pejgamberi sa ja bojnë edhe Ramazanit edhe Kur'anit. Pejgamberi sa në hadith thot, dy gjëra kanë me bash shefat për robën ditë kiametit. E para thot është agjerimi. Thot o Allah, unë e kum lanë pa hangër edhe pa pi, sot ku me ndërmjetësu për të, ku me bash shefat. I dytë thot është Kurani. Thot o Allah, unë e kum lanë pa gjumë. A një pjesë e shohëm, një pjesë e xhamatit të na që është traditë e mirë, pe taravive, namaznate, kënën Kur'an, e lën pa gjumë. Kështu që apet kthehemi te ajo tregtia që thamë me Zotin, kështu që vepra e dytë është leximi i Kur'anit. Tani normal vepra tjera si sadakaja, tani vepra si vizitat familjare, tani vepra si dhënia ushqim tjerëve, këtë këto ndikojnë që besimtari me pastru shpirtin e tij edhe mu afruhet tek Zoti. Sejdët e shumta, pjesa e tretë e natës, koha e duas. Domethënë Ramazan, andaj këtë e kuptojnë pse ka thënë pejgamberi alayhisalam në hutbë kur ngjit 3 herë, e pse ka thënë amin, amin, amin. Mes tjera ka thënë El Gjibril edhe më tha, larg rahmetit Zotit qoftë ai njeri që e pret Ramazanin, edhe për cjell e ky se ka fituar xhenetin. Çka i bën kjo ardhet? Kjo i bën që duhet me ka njeri shumë i lig për mos me fitu rahmetin e Zotit këtë muaj. Nëse se ke fitu me namaznate, e fiton me sadaka. Nëse jo me sadaka, me agjerim. Nëse jo me agjerim, e fiton rahmetin pa tjetër me diçka, se rahmeti i Zotit këtë muaj fitohet shumë kollaj. Tash dyrët e xhenetit, pe dim sa xhera janë. Ka thënë pejgamberi sa is një njeri për 500 vite një kalors. Tash domethënë ke dyrt janë hapën. Është i mirë ai njeri që në këtë gjerësi të madhe, e këtë gjerësi dyrëve xhenetit mos më gjet vend me hip në atë.